niveli maksimal i të ardhurave në rastin kur aplikohet nga një individ i vetëm edhe që mund të përfitoj një garsoniere, niveli maksimal i të ardhurave është 83.000 lekë. Pra gati 83.000 lekë. Që do të thotë, këtu mund të aplikoj edhe dikush me një të ardhur apo me një pagë minimale. Po patjetër, mund të aplikoj çdo kush që ka pagën mbi 44.400 lekë. Por jo më shumë se sa 83.000 lekë. Okej, ta sqarojmë këtë aspektin. Pra, jo më shumë se sa të ardhurat mujore neto 83.193 lekë. Në rastin kur janë një çift i ri, le të themi, niveli maksimal i të ardhurave, se këtu është ajo, pra fakti që ka një tavan, le të themi, për të ardhurat, është pikërisht për ta kanalizuar këtë program drejt atyre kategorive që mund t'jenë në nevojë. Dhe nëse flasim për 1+1, pra një çift i ri, le të themi, niveli maksimal i të ardhurave duhet jetë diku te 111.000 lekë. Paka shumë 2 persona me minimale, pra nuk është mbetemi sërish në nivelin. Kjo skema është për llogarit për atë fashën e njerëzve që ato të ardhura kanë në fund muajit.